Sa herë I përmen Allahu të dashurit e tij në Kur'an pejgamberet. Jo pse Allahu është përmallues, po mundet me I takue. Po për me na dhon neve derse, me na dhon neve mësime, edhe ato mësime janë të freskëta. Sa e sa vena përmendet Musa alayhi salatu wassalam edhe vllau I tij Haruni alayhi salam. Janë ballafaquar me një pushtetar zullumçar. Në rregull, kish mjaftuar nashta, më na tregu si ngjarje, si histori dhe me mbyll këtë dosje. Jo e përmend Allah, e përsërit. Në çdo përsëritje vllazën janë derse mësime tjera. Janë mësime sikur mësimet akademike, semestri I parë, I ka mësimet, I dyti, pak më të forta, I treti, I pesti, I dheti. Se cilin semestër mësimet janë më të forta. Edhe çka u ballafaquan me një pushtetar zullumçar I cili nënçmonte I poshtronte I ignorante, edhe I likuidonte muslimanët, ata që I kishin dorëzuar Allahut, ata që I kishin nënshtruar Allahut. Dhe lufta e tij ishte pa skrupullt, saqë nga arroganca me ndjemadhësia në ditë pretendoi se është Zoti dhe I thirrri parin dhe ju tha: "Oj parin, aty në të parëve të popullit, a njefni ai Zot tjetër tha përveç meje?" Faraoni. Edhe ju tha: "Ana rabbukumul a'la", fa unë jam Zoti juaj më I lartë. Çfarë Zoti tjetër po dani? Mirë po ishin disa burra që besojshin Allahun bindshëm, edhe e refuzuan e kundërshtuan. Në kryet aty në burra që ishin pakic, edhe aty në grave e fëmijëve, ishte kush Musa dhe Haruni alayhi salam. Dhe Allahu Teala ju premtoi aty në që qëndrojnë të fort, edhe çka? Edhe të vazhdojnë thirrjen e tyre. Edhe ata I biseduan me Zotin, edhe kështu është mirë se cili prej neve me bisedue çdo ditë çdo natë me Zotin, edhe me fol në gjuhën tonë amtare, sa e din më mirë se sa ti gjuhën tonë, edhe këtë gjuhë të botës, dhe I than: "Rabbana innana nakhafu an yafruta alejna aw an yatgha." I than: "O Zoti jon, o Zoti jon, tha, na po kemi frikë se ky faraoni zullumçari mos po na ndëshkon me një herë, apo edhe mos pe te I kalon kufit kundër nesh, pe te I kalon krejt kufit." Kështu nësa shkurt Allahu ju përgjigj dhe ju tha: "Qala la takhafa innani ma'akuma asma' wa ara." Mos u friksoni. Mos u friksoni. Unë jam me ju, po ju dëgjoj edhe po ju shoh çka po bëni. Edhe pastaj çka? A u zbrapsen? E kontestuan fjalën e Allahut, a lypen argumente shtesë? Jo, vazhduan. Vazhduan vllazën deri në momentin më kritik. Po me bindje që kur s'kan me dështu, kanë me fitu çdo herë, se ndihma e Allahut është me kënd me besimtarët e vërtet, sa që mo bo e pamundshme jeta faraonit, jeta luksoze, jeta rahatshme, se që ky Musa me disa që si të fukara, me do të gjore, me do të shkrete, me do të varfën, ky po e shqetëson, po ja konteston kënd. Po ja konteston besimin faraonit, se ai besoi ke për veten e vet që është Zoti. Edhe një ditë prej ditësh e përgatiti ushtrinë e fuqishme përballë një grupe të vogël të besimtarëve musliman. Edhe filloi me I ndjek. Musa me pasuesit e tij, çka? Po ik. Edhe po shkon ka deti I Kuq. Kur u afronte deti, ja keni parasysh hartën atje në Azi, prej Egjiptit me kalu detin e Kuq anena shumë problema, është ai nuk ka lumë I lla po sitnic. Edhe kur ndeshen me një farforme me dy ushtri, detin anena, knena ushtria faraonit, ata që ishin afër Musaut alayhis salam I than: "O Musa, u shkatrum", tha. "Ja po mytmi në deti, ja po na shkatron, po na likuidon faraoni." Çka I tha Musa alayhis salam? Nuk e kishte hartën ka me kaluaj. Nuk e kishte infrastrukturën, autostradën. Po ishte I bindur që Allah ka me aqil rrugë, ka me aqil, ai nuk pedin. Amo bindjen pedin që e ka në Zotin. Edhe I tha: "Kella, inna ma'iya rabbi sayahdin." Kurse si tha s'kemi me më poshtë, kurse si s'kan me na mujt, kurse si s'kan me na myt, kurse si s'kemi me dështue, se me mua është Zoti që ka me mullzu mua. Kur e shfaqet ti atë bindjen tonë I vanin tonë, tash I rahat. Allah I tha Musës: "Merr shkopin tën, më shoj detit, o qa deti, o qa autostrada, rruga, po ec Musa me pasuesit, njëjtën rrugë, njëjtën autostradë, po hen edhe faraoni." Ata shpëtuan, këta I përpiu deti, edhe kur I hini ujt në gojë,
Faraoni dhe të tjerë të fillun me thonë, amena bi Rabbi Musa dhe Harun, për besojmë ta këta Zotin e Musës të Harunit. A shpëtun jo, po qysh, pas ka besu jo, nuk besaj, po pej frikes, pej tutës e pat. Edhe tha mos po shpëtaj edhe në si Musa e Harun edhe si pasus të tyre. Andaj vllazën, tjeni të bindur në këtë rrugtim që jena të sigurt. Tjeni të bindur, edhe pse po na mshilen rrugët, edhe pse po na vijnë provokimet, edhe pse po na vijnë shqetësimet, edhe ngacmimet, e ofendimet, e nënçmimet prej me të ndryshmeve. Na jemi lokomotiv duke ecë në përshinat e ngritur. Kush do me u bashkue mirë, kush nuk do me bashkue letren anash. Ata anash pastaj flasin e lehin e bojnë e qka zbojnë, por na duhet këtë rrugtim me qenë sigurt se në xhenet, po me emën të Zotit. Vetëm se na duhet sabër, durim edhe punë. Allahu na ndihmoft, Allahu na udhëzoft, edhe të gjithë në këto punë të mira dhe të mara, Allahu na bashkoft.